Jemi në fshatin Veçan, në njësisë administrative hotelisht. Sapo shikojmë punimet e rrugës, jemi drejt përfundimit të fazës së dytë ose lotit të dytë të rekonstruksionit të rrugës kryesore të fshatit. Investimet në këtë fshat i shërben dhe zhvillimit të turizmit malor. Kemi pasur dhe shumë kërkesa përsa përket ligjit të paketës së maleve. Është zona pjesë e paketës maleve? Po, është miratuar dhe një pjesë e zonës që tek ligji i paketës së maleve. Është një 280 metra linjar rrugë. Gjerësia e rrugës është 4.5 metra dhe 3.5 metra është shtrimi në asfalt. Sa banor kemi në zonë? Janë 54 familje, rreth 130-140 familje. Dhe kjo lagje? Kemi dhe lagje turistik. Tani rruga është pjesa parë, rruga është pjesa që ka pras detyrë bashkia, qeveria bashkë bëjmë. Pjesa dytë e punës që do të gjithë bashkë është pjesa si pjesë e paketës maleve, qoftë mundësinë që këtu të krijojmë elementë që kanë të bëjnë me agroturizmin, që fillojnë të sjellin turista. Turizmi ka filluar të lëvizë shumë, jo keni parë në televizor në Shqipëri, por duhet të sjellim avash njerëzit në territor. Shohin produktet e zonës, shohin kulturën e zonës, dhe në atë moment edhe shpenzojnë ca lek këtu, që të ketë pak më shumë ekonomi, sesa përveç ekonomisë fshatit, keq ekonomi turizmi.